Mirëmbrëma edhe mirësevenin kallëzo për një me. Me vjedh shpinë tone, pa dyshim që është niveli ma i turpshëm i krimit. Sen ma mare nuk ka se kur thojnë djali, vajza, nusja e kanë vjedh shpinë e vetë. Politika e Kosovës sot po përballet me një krizë morali e etike. Strukturat e partive politike nuk janë mjaftuar me nepotizëm, familjarizëm, korrupsionin e abuzimin sistematik, tash janë kthy, që është thot populli, po e vjedhin shpinë e vetë. Në zgjedhjet e fundit kemi një situatë shumë të qartë, na është dëshmu që brenda partive politike kemi politikanë që nuk ju vjen mare me vjedh kolegun e vetë, me a vjedh votat, me vjedh shpinë e vetë, pra s'kam problem me i tradhtu shokët e shoqët e partisë. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka vendosur në fillim të javës që të gjitha vendvotimet në nivel vendi të rinumërohen. Kjo për shkak se gjatë procesit të rinumërimit në komunën e Prizrenit u shpërfaq abuzimi masiv i rezultateve. Fetapaqarizit PDK-s deri në këto momente i ka dalë që është i rritur numri votave të tij hiq ma pak se 130%. Partinë e tij PDK janë edhe emra tjerë që i kanë votat shtesë, pra votat e pameritume. Ato janë Najit Hasani, Kujtim Gashi, këtyne ju kanë shtu ma shumë se 2000 vota. Parti tjera, vjedhja masive brenda partisë ka ndodhur edhe në LDK, aty deri më tani lista kryesohet nga biznesmeni i Prizrenit, Xhavit Uka, me 1630 vota tepër, i ndjekur nga Driton Selmani me 1050 vota shtesë. Këto janë të pameritume, edhe Anton Quni ka 519 vota. Këto janë të LDK-s. ENAK është vërejt ndryshimin vota gjatë rinumërimit të Besnik Krasniqit që i ka ndalë 311 vota shtesë më shumë. Tringa Morinas që i ka ndalë 176 vota shtesë, edhe Burim Ramadanit 156 vota shtesë. Shumica për këtyre votave prap Prizren shtesë. Vjedhje brenda partisë ka pasur vetëvendosje. Aty listën e përfituesve nga vjedhja e kryeson Arbër Rexhaj, prap politikan nga Prizreni me 619 vota tepër, i pasum prej Rea Krasniqit me 553 vota edhe tepër, edhe Dafina Aljoshanit me 447 vota tepër. Paqarizin e kemi thirrë në debat, ka thonë zvi. Najit Hasanin e kena thirrë në debat, ka thonë zvi. Xhavit Ukën e LDK-s e kena thirrë në debat, jo ka thonë smut zvi. Besnik Krasniqin e kena thirrë në debat, zvi. Driton Selmanin e kena thirrë, ka thonë vi javën tjetër, jo këtë javë. Pra, këto janë politikantë të cilve ju kanë shtu votat, e kur pysim na, ani kallxona dhe nëse zjen debat, qa ka ndodhë, pasha kryt e këtia, ti zdi one qa ka ndodhë, pasha kryt. Na nuk mujmë sot me i thonë që ata kanë vjedh, po na sot mujmë i thonë që ata kanë vjel votat. Pra, nëse nuk janë ata që e kanë mbjell forën e hajësisë votave, po e ka mjell komisioneri, ata pa dyshim janë vjelësi apo përfituesi i shtuarjes së votave. Në mungesë të vjelësave në debat, ne i kemi ftu përfaqësuesit e partive politike në KQZ, të cilit shumë miro që kanë pranu me arë në debat, me diskutu qysh ju hini uji rezultateve të zgjedhjeve. Me neve në studio janë Alban Krasniqi, përfaqësuesi vetëvendosjes në KQZ, Arjanit Elshani, përfaqësuesi PDK-s në KQZ, Eugen Cakolli nga KDI, organizata jo qeveritare që i ka monitoruar zgjedhjet, edhe Krishni Gashi, kryeredaktor në kallxo.com që i ka mbikëqyr monitoruesit e zgjedhjeve nacionale. E para se me nis debatin, po du mi uftu me ndjek një reportazh i cili na tregon se qysh o zhvillu procesi i numërimit e rinumërimit në KQZ dhe qysh kanë mri me kompromentu numëruesit e rezultateve në qendrat komunale të numërimit të rezultateve. Të shohim reportazhin e përgatitur nga kolegu jem Shqiproni. Kemi ardhur në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Këtu ku Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po e bën rinumërimin e të gjitha votave nga vendvotimet e rregullta prej zgjedhjeve të 28 dhjetorit 2025. Ky rinumërim ka ardhur për shkak se janë vërejt
ndryshime në votat e kandidatëve për deputet në disa komuna të Kosovës. Në kamera e ka vërejt Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që votat që kanë qenë të shënuara në fakt në fletvotime nuk kanë përku me ato që kanë qenë në sistemin zyrtar, në platformën zyrtare të KQZ-s. Për me spjegu komplet këtë proces, po edhe mënyrën se që shkon rinumrimi dhe verifikimi i votave, unë e kam ofër meje Shkëlqim Rexhen, i cili është zyrtar për operacione zgjedhore në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Përshëndetje. Shkëlqim si je? Tu jena në QNR. Fillimisht nëse kështë mujt me na spjegu për çka ka orë deri te rinumrimi. Qysh ka shku ky procesi që ju e keni vrejt që ka pas ndryshime përmes kamerave, ku e keni pa që ka vota të ndryshe në fletvotim e ndryshe në platformë. Ne si Komision Qendror i Zgjedhjeve kemi marrë disa video të QKN-ve apo Qendrave Komunale të Numërimit, të cilat janë bërë, të cilat kanë pasur ingjizimet se si janë vendosur votat në Qendrat Komunale të Numërimit nga punëtorë që kanë qenë aty apo përfaqësues të subjekteve politike, komisioner të subjekteve politike. Pasi kemi shiku video ingjizimet, atëherë kemi pa që votat e shënuara për kandidat nuk kanë qenë të sakta apo të shënuara në mënyrë të saktë. Dhe për këtë kemi bërë një rekomandim, KQZ-ja ka marrë një vendim që me shku me rinumrim të 2% të vendvotimeve në mënyrë që të verifikojmë edhe njëherë ato 2% sa janë vendosura votat e kandidatëve në mënyrë të saktë. Për me pas pak ma të qartë për publikun. Po. Nëse kjo është një fletvotim, ju e keni këqyr votat në fletvotim, edhe keni këqyr për të njëjtin vendvotim i keni këqyr në platformë. Në platformë e kemi bërë një krahasim të rezultateve dhe kemi pa që është një shënim i pasakt i votave të cilat kanë qenë në fletvotim dhe që janë në platformë. Pra nuk na janë përputh votat e fletvotimit me rezultatet në platformë. Veç dallimi është këtu që në qendrat komunale të numërimit, personat që e kanë bë numërimin kanë qenë komisioner të partive politike. Po, kurse rinumrimi është duke u bë prej zyrtarëve që i ka punësuar KQZ-ja. Po, në qendrat komunale të numërimit janë komisioner të nominuar nga subjektet politike dhe të emëruar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ndërsa këtu në qendrën e numërimit edhe rezultateve, procesin e numërimit e realizojnë personat të cilët janë të rekrutuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kështu, për me kuptu pak më të qartë, këtu, njësoj si kur në qendrat komunale të numërimit janë 3 zyrtarë, vetëm atje kanë qenë 4. Po. Edhe mbrapa është televizori ku vëzhgues qoftë të subjekteve politike, qoftë të organizatave ose medjave, kanë mujt me e pasë që është të shku procesi. Po, njëjtën punë, do më thonë, vendosjen në televizor pasqyrohet vendosja e votave të kandidatëve si dhe fletvotimi njëkohësisht. Në mënyrë që vëzhguesi i cili ndodhet në pjesën para televizorit, ta sheh që po vendosen të njëjtat vota për kandidat ashtu sikurse janë në fletvotim. A keni marrë indikacione për vëzhguesve se e dim që ka pas shumë vëzhgues të partive, shumë vëzhgues që kanë qenë të akredituar të organizatave dhe të media, a keni marrë indikacione për tyre? Jo, nuk është që kemi marrë indikacione. Nuk është se ne kemi ndonjë farë komunikimi me këta vëzhguesit e subjekte politike kështu. Po këtu në qendrën e numërimit edhe rezultate vëzhguesit e luajnë një rol kyç që votat më shënuan në mënyrë të saktë. Pasi që nëse e vrejnë një pasaktësi, reagojnë dhe punojnë se ynë është i obliguar me nal punën edhe me verifiku edhe një herë se a ka shënuar në mënyrë të saktë votën e kandidatit, sikurse që është në fletvotim. Shkëlqim a kështë mund me më tregu qysh sakt shkon procesi prej kur vjen kutia, në këtë rast një kuti që ka me rinumru, ndërsa në qendrat komunale të numërimit një kuti që ka me i verifiku votat e subjekteve dhe me numru votat e kandidatëve, qysh shkon procesi, duke qenë se është e njëjta si në QKN si në QNR. Patjetër. Kjo në shembull në këtë tavolinë është një ekip i cili është i obliguar me i rinumru kutit të cilat i sjellen nga zyrtarët tonë, kemi zyrtarët e logjistikës të cilët i afrojnë kutit e votimit. Procedura e rinumrimit është pothuajse e njëjtë, 99.9% sikurse në qendrat komunale të numërimit. Nxirren të gjitha fletvotimet nga kutia, shikohen
edhe njëherë se për cilën subjekt politik janë, do më thonë verifikohen edhe njëherë se për cilën subjekt politik i takuj, verifikohet vlefshmëria tyne, a janë në rregull, a kanë pas vlefshmërinë, a kanë pas të vendosur vulen mbrapa. Pas kësaj, qiten të gjitha llogaritë në formularin e rezultateve të subjekteve, ku duhet të përputhet numrin e nënshkrimeve me numrin e fletvotimeve të pavlefshme dhe numrin e fletvotimeve të vlefshme, si dhe duhet të përputhet të gjitha fletvotimet të cilat janë dërguar në vendvotim ditën e zgjedhjeve me të gjitha llogaritjet të cilat i bojnë zyrtarët tonë këto. Këto pra, zgjedhet subjekti politik, të cilit i përkasin fletvotimet të cilat vendosen gjithmonë para kamere, pastaj, për se cilin kandidat vendosen numrat në ekran. Këtë operacion apo këtë pjesë, ne e pasqyrojmë në ekran për vëzhguesit të cilët ndodhen në pjesën para televizionit aty. Edhe në platformë hynë për secilën fletë të votimit, për secilin kandidat veç e veç. Nuk ka përmbledhje të krejt vendvotimit një kandidat sa vota i ka marrë, por për secilin Jo. Fletvotimet vendosen një nga një për secilin kandidat. Shembull, në këtë rast i kemi 26 fletvotime. Fillon me fletvotimin e parë, vendosen 10 kandidat apo sa kandidat i ka të shënjuar në fletvotim, pastaj kështu me radhë deri te fletvotimi i fundit për atë subjekt politik, vendosen një nga një. Domethënë nuk ka vendosje apo grumbullim të votave dhe pastaj vendosje në sistem. Këto fletvotime tek ne vendosen edhe në QKN, vendosen një nga një, në mënyrë që saktësia të jetë më e madhe. Për me pos të qartë, në qendra komunale të numrin, kur ka ardhur te ky moment, këtu ka filluar ndryshimi. A keni vërejt ju, a ka ndodhur më shumë në rastet kur qytetarët kanë votu më pak se 10 kandidat e janë shtu votat një kandidati, apo ka pos ndryshime? Supozojmë, qytetari ka votu numrin X e i është vendos vota numrit Y. Ne kemi bo një raport preliminar si Sekretariati Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilin e kemi prezentuar para KQZ-s, ku theksohet që janë përdor të dy format cilat ti i ceke. Tash do me thonë, këtu janë duke u rinumëruar të gjitha, edhe ka dalë që, sidomos komuna e Prizrenit, është ajo që po njihet më shumë me ndryshime në votat e kandidatëve për deputet. Po, për raportit preliminar, i cili nuk është raport përfundimtar, ne do të hartojmë raportin përfundimtar në momentin kur kryhet rinumërimi të gjitha kutive në nivel vendi, që është numri 2557 kuti të votimit. Prizreni ka numrin më të madh të pasaksive, do më thonë numrin më të madh ku votat e kandidatëve nuk janë shënuar në mënyrë të rregull. Qoftë duke ju hequr një vot një kandidati dhe vendosur një kandidati tjetër, qoftë duke u plotësuar ashtu siç e thamë edhe më herët, në momentin kur në fletvotim kanë qenë vetëm 5 kandidatë të shënuar, është shënuar edhe kandidati numër 7 apo 8. Në komuna tjera, që keni pa deri tash, që është shku procesi, ka ndryshime të mëdha në përgjithësi? Po ka ndryshime në disa kuti të votimit, jo në mënyrë të përgjithësuar, shembull në një vendvotim të caktuar, ta zom shembull në Malishev aty, në një kuti të caktuar, jo në tërë kutit siç ka ndodhur në Prizren, s'po them specifikisht që ka ndodhur në të gjitha kutit, mirë po në masë të madhe ka ndodhur në të gjitha kutit e votimit. Do me thonë, vish për me posu në të qartë, dyshimet janë që në Prizren, në shumicën e tavolinjave ku është bo numërimi, nga komisionerë që kanë qenë të partive politike, ka posë ndryshime. Në komuna tjera është theksune me një tavolin. Shembull me një kuti apo me një ekip numërimit caktuar. Nuk është shpërndar në të gjitha tavolinat e numërimit. Ky është materiali përgatitur prej KQZ-s e derisa po e xhirojmë këtë debat të premte në mëngjes. Ka filluar një aksion nga prokuroria e Prizrenit. Kryeshi kallzona çka janë të reja për këtij aksioni që ka të bëjë me zgjedhjet.
Çka dim deri tash është që pjesa më e madhe e njerëzve të cilët kanë qenë të përfshirë në procesin e numërimit të rezultateve në qendrën komunale të Prizrenit janë ftuar për intervistë në njësitë e hetimeve të policisë të Kosovës me një urdhër të prokurisë së Prizrenit. Pra kjo ka ndodhur për shkak se në ditët e kaluara prokuria ka zhvilluar dhe ka identifikuar listën e personave të cilët kanë qenë të involvuar në procesin e numërimit. Pra njerëzit janë identifikuar me emër, mbiemër, adresë dhe elementet e tjera të cilat duan për një hetim dhe tash të njëjtit janë ftuar për me u intervistu për me e saktuar rolin e secilit në këtë proces. Prej asaj që kemi kuptuar deri tash është që disa prej individëve do të mbahen në masën e arrestit deri në 48 orë fillimisht, pastaj me pasë që po janë vlerësimet e prokurisë në raport me ata do të qëndrojnë në paraburgim për 30 ditë ose tutje. Ajo çka është risia e këtij hetimi që nuk e kemi pa të kaluamën është se po konfirmohet që këtyre personave të cilët janë të dyshim tash për momentin për procesin e manipulimit, prokuria ka vendosur me ju hyj pak më thellë në gjurmimin e proceseve të komunikimeve të cilat ata i kanë pas, për shkak se kemi informacione që janë sekuestruar telefonat dhe pajisjet e komunikimit të cilat ata i kanë përdorur dhe tash sigurisht që me urdhër të gjykatës të njëjtit do të dërgohen në ekzaminime për me u kuptuar dhe me u nxjerr bisedat të cilat ata kanë mujt me pas me persona jashtë komisionit, po ashtu edhe jashtë qendrës së numërimit. Është shumë e rëndësishme u kuptuar që në mesin e këtyre njerëzve do të ketë familjar të njerëzve të cilët kanë qenë pjesë e garës, aktivistë të partive politike, njerëz të cilët kanë qenë pjesë e komisioneve komunale zgjedhore prej subjekteve politike të ndryshme dhe kemi me pas një hetim bukur të gjatë i cili ka me përfshi më shumë se 100 persona të cilët kanë pas mundësinë me prek mrena rezultateve dhe duhet me u identifiku secili për përgjithësinë. Pse po e them që kjo është një ani prej hetimi është prej asaj që kemi të e panë mëngjes po dallon prej hetimeve të kaluara është që e para të kaluamën hetimet ka nisë shumë më vonë, pra nisë me muj të tonë me vonesë pas malverzimeve dhe manipulimeve me zgjedhje dhe hetimet në të kaluamën kanë qenë kisha me thonë kryesisht administrative, pra janë marrë dokumentacionet dhe mbi bazën e dokumentacioneve janë ngrit akta akuzat. Kur po thunë të kaluamën fjalën e kiqe, në të kaluamën ka pas zgjedhje brenda partisë, zgjedhje soi që kena thënë apo? Pal zgjedhje, edhe pse nuk është bërë shumë e madhe, ne kemi pas akta akuza për manipulime në rezultate, jo në masën e vitit 2010 kur kemi pas vjedhjet masive, po edhe në zgjedhjet e 2014, 17, 19, edhe në 21 ka pas akta akuza në prokurori për manipulime me rezultate zgjedhore, jo në masën që është tash dhe jo në masën e vitit 2010. Pse që ato akta akuza, apo e din ti me shpjegu si jurist, pse akta akuza s'po ndikojnë që njerëz mu tutë dhe mos me vjedhje? Elementi kryesor që mendoj që ka qenë problematik është fakti që prokuria nuk i ka gjurmu deri në fund shkaktarët e manipulimit të zgjedhjeve dhe urdhërdhënësit e manipulimit në zgjedhje. Pra, manipulimi në zgjedhje nuk është një veprim individual dhe nuk bëhet vetëm prej një personi i cili mundet me bëni element të tillë, po është një organizim grupor. Pra, mënyra që është i dizajnuar sistemi zgjedhor në Kosovë nuk mundet vetëm një individ me manipulu pa e pa të tjerë dhe si rrjedhoi tavolina është dashur me u marrë vesh dhe tavolina në këtë situatë nuk janë përfaqësues të një partie politike, po janë të disa partive politike dhe e dyta qëllimi i manipulimit në zgjedhje është mi kriju vetit një benefician ose një personi tjetër. Pra në momentin kur ke shtu votat e dikujt, gjithmonë kemi marrë një benefician prej atij që ja ke shtu votat. Po kemi marrë edhe burgun. Si rezultat, ti po thu të mirat është që të vjen beneficioni, po nëse kërcënimi që e merr burgun, as mjafton? Deri që tash kemi pas një shkputje midis urdhërdhënësit apo përfituesit dhe atij që i ka manipulu votat. Pra, deri tash na nuk kemi pas akta akuza. Pikërisht për çato, pse s'po tutet ai që e ka bo vjedhjen, jo urdhërdhënësi. Ai është dashur më tu që në fund s'po hin shefi në burg, po hi une. As mjafton kjo më tut? Duhet me kuptu që në momentin kur ka një dakordim kolektiv për keqpërdorimin. Kur po them dakordim kolektiv është që sistemi është i ndërtuar që në momentin kur ka një problem të identifikuar ose një mos përputhje personi tjetër me reagu, kur ka një dakordim të tillë atëherë njerëzit nisin me marrë një lloj trimnie dhe me pa prekshëm. E tash masi kanë sekuestruar veç me të pyet diçka, që e fole për sekuestrimin e telefonit. A ka mundësi që në çat telefon tash gjenden
marrja vesh. E në kalumën, a jetu thonë që s'është sekuestru telefoni? Telefoni nuk janë Asnjëherë. Provat jo, për çfarë arsye po përmendin një lloj hetimi administrativ të cilën e ka bërë prokuria. Pra, prokuria i ka marrë dokumentet, i ka marrë proces verbalit, dhe mbi bazën e proces verbalit, pa ndërmarrë veprime tjera, shteset i mori i ka ngrita këta akuzat. Pra është më mjaftuar që me një qendër të votimit janë keq përdorur, po e marr shembull 300 vota dhe ka shku dhe e ka ngrita këtë akuzën për 9 antarë ose për 9 komisioner. Pa e saksu cili ka qenë përgjegjësi kryesor, cili ka qenë sallë e tjera. Tjerë kanë qenë akt akuza blanko të cilat janë zhvillu pa hetime kualitative. Ajo që ka tash unë kisha pritur është që me pas një hetim kualitativ, mu identifiku kush kanë qenë përgjegjësit, kush ka qenë i informum që kjo po ndodh, a kanë qenë kandidat për deputet të informum për këtë sistem, edhe shumë është interesante me zbulu kush i ka mësu këta me bo këtë punë. Shkak se do djemtrije qika të reja të cilët vinë prej qytetit, të cilët e ka një punë teknike me bo, do të begi shumë me pas aftësi për me kuptu ku i ka mangësit kryesori sistemi. Për shkak se këtu nuk jemi të folë për një vjedhje klasike cila zhvillohet të eshtu një tek dikon. Jemi të folë për një strukturë cila është shumë vështirë e verifikueshme në të ardhmen dhe këta njerëz që e kanë bo. E ka njohë bukur mirë sistemin për me mri me e dizajnu krejt. Okej, Alban, nëse po du drejt me shkuti që kjo, çka janë udhëzimet që partit ja kanë dhënë komisionerëve? Kush i ka mësu që ta njerëz që kanë bu manipulime me bo, a i ka mësu dikush? Kjo besoj që do të delmë pa në dritë pas hetimeve dhe punës që do duhet ta bënte prokuroria përmes edhe hetuesve policor. Diçka që unë pajtohem plotësisht me Krishnikun nuk është bërë më parë. Dhe ne kemi edhe rastin e shkurtit të vitit kaluar, të dyshimeve të theksuara pra për manipulim të procesit për sa i përket votimit përmes postës, aplikimit realisht e më pas dhe votimit, që në atë kohë është bërë nga LDK-ja, besoj thellë që është bërë nga eksponent brenda LDK-s, ku dikon rreth 15.000 flet votime kanë ardhur pra përmes zarfës në mënyrë të organizuar, sepse sistemi jo në atë kohë nuk ka qenë edhe aq i sigurt për sa i përket çështjes së aplikimit dhe është përdorur pikërisht se më thonë ajo dobësi e sistemit për të regjistruar njerëz. Masi për përmend LDK-n, unë veç po du publikut me i kallëzu që Sami Hamitin, përfaqësuesin e LDK-s në KQZ, e kemi ftu në debat, nuk ka pranu me ardhë. Po du me dalë tani te tanishmja dhe personalisht kam shkuar e kam hapur rastin edhe në polici, kam qenë edhe te prokurori i rastit për të ofruar dëshmitë të cilat kanë qenë dhe të gjitha ata që kanë ardhur me veshgue kanë pa një trend që edhe në diasporë është e pamundshme të ndodhë. Dhe kur e kemi krahasu trendin e votave që njerëzit apo dhe subjekti ka marrë, ka dalë në shpërputhje të tërësishme me nivelin përqindjen e votave që subjektin fjale ka marrë në nivel vendi. Pra, votimi përmes postës e kanë nxjerrë LDK-n themi në Skënderaj si subjektin e parë në Drenas, nëse s'ga bëj gjithashtu. Tash jemi në shkurt që ka ndodhur me çfarë hetim? Deri me tani ende s'ka ndodhur dhe vazhdojnë që qëndrojnë në QNR dokumentet, të cilat pra zarfet dhe gjitha dokumentet tjera që janë të votimit përmes postës janë aty duke pritur prokurorin e rastit që ndërmerr veprime. Dhe kur vjen te kjo se si trimrohen si më thonë numërust apo individ caktuar që të prekin procesin zgjedhor, është pikërisht e mosmarrja e masave nga organet që janë të thirrura për ndërmarrje një gjë të tillë. Si antar i KQZ-s, më shumë se kaq nuk kam mundur të bëj, sepse kanë qenë evidente shkeljet edhe mospërputhjet. E njëjta ka ndodhur edhe në zgjedhjet të themi edhe të shkurtit, po edhe në këto lokale, që ishte çështja e votimit me asistencë. Edhe ne kemi ende nuk e ka marrë aprovimin themi formal raporti që është gjeneru nga votuesit me asistencë, edhe aty vren që ka grup mosha të reja, mbi 18 vjet kuptohet, të cilët kanë votu me asistencë në emër të themi nuk sheh mirë, nuk din shkrim lexim, nuk është në gjendje me votu vet, edhe janë të gjitha këto forma që në përdorë dhe justifikimi edhe të votimit kanë qenë në kundërshtim me vetë rregulloren që ne kemi. Mirë, Alban,
e përmene LDK-n, e përmene votimi me asistencë, po edhe vetëvendosjes i ka ndalë do vjelsa në këto zgjedhje. Çka po thu për ata? Thjesht po më intereson çysh është kultura brenda partisë tonë, nuk jeni me numrat më të mëdhej, po megjithatë keni pas politikanë që ju kanë shtu votat prezident. Çysh është kultura për me vjedh? Këtë çështje e shën nga këndvështrimi si antar i KQZ-s dhe unë nuk mund të paragjykoj për asnjë themi kandidat të cilëve ju kanë dalur vota më shumë gjatë procesit të numërimit në QKN se sa kanë pasur. I përket prokurorisë që të ndërmerr veprimet dhe të gjej lidhje që ekzistojnë. Muhabeti brenda partisë. A keni tolerancë? A keni tolerancë? Ajo që vrehet, dhe unë besoj që tolerancë nuk duhet të ketë jo vetëm vetëvendosja, po tolerancë nuk duhet të ketë asnjë subjekt politik në raport me shkelësit që tashmë i dim se janë numëruesit. Dhe gjithashtu një pjesë të përgjegjësisë, dhe unë mendoj nuk përjashtohet as përgjegjësia penale, dhe këtë kam ngritur në debat edhe në brenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, janë antarët e KQZ-s që menaxhojnë dhe udhëheqin me QNR-n, përfshi edhe zyrtarët ekzekutiv komunal, të cilët janë përgjegjës për mbarvajtjen e drejtojnë qendrën komunale të numërimit dhe një themi manipulim i tillë për masave të tilla në Prizren është vështirë për ta besuar që ndodh edhe pa dijenin e këtyre. Përfshirë edhe zyrtarin ekzekutiv komunal. Andaj e kam thënë në intervista të caktuar dhe prapë po e them. E këta zyrtarë a janë partijak? Që ta bëjnë një thirrje. KQZ-s? Jo, nuk janë. Antarët e KQZ-s janë partijak, zyrtari ekzekutiv komunal është i punësuar pjesë e stafit të KQZ-s. Andaj e ftoj prokurorinë që edhe ka individ përfshirë edhe zej KQZ-n t'ua sekuestrojnë telefonat, sidomos zej KQZ-s, sepse çka është zej KQZ-s, shpjegoje zej. Më i madh është që një zyrtar i cili merr pagë prej neve, zyrtari ekzekutiv komunal, është themi zyrtari përgjegjës nga ana KQZ-s, i cili menaxhon bashkërisht me anëtarët e tjerë të KQZ-s e menaxhon e organizon procesin e zgjedhjeve në komunën në të cilën është caktuar. Po du me dalë të Araniti, kush i ka mësuar, njëjtën pyetje, kush i ka mësuar këta komisioner numërues me boqët punë? Me vjedh vota? Po. Ja, këto le të këshyrë prokuroria, le të heton deri në fund, le të shes sakt se cilin person se kush e ka mësuar dhe çysh e ka mësuar. Për këto do të më marrë ato organe. Nuk ka trajnim kështu, deputetët me mbledh ma hallën e vetë edhe me trajnu. Për ato se cilin le të shkojnë deri në fund, se cilin rast, veç e veç. Trajnimet të përbashkëta kanë posë, jo veç individuale. Trajnimet të përbashkëta, partitë bashkë. Sa i përket këtë partitë e kanë organizuar. Sa i përket KQZ-s edhe partive, konsideroj këtu që të dy rastet, sa i përket partive politike, besoj e para duhen me në kuptimin nuk besoj që kanë bërë trajnime në raport me hajnin edhe me vjedhjen. E as më pak KQZ-ja që ka për obligim me mësu ata çysh me numëru votat, po jo çysh me shtu votat për kandidatët e caktuar. Partitë kanë bërë jo KQZ. Partitë politike, ata janë njerëz partive politike, po nëse besoj që ka marrë vendim as në LDK, as në PDK, as vetëvendosje dikush për me shtu kandidatëve të caktuar. Se s'pako kjo është vrejtë kështu në mënyrë sistematike në secilin komun. Ka shumë me qenë preferencë atje vullnet e dëshire ndaj komisioneri ekipit të numërimit apo ndoshta që mundet prokuroria nesër me dëshmu, me faktu në rastet kur kandidat për deputet kanë qenë të përfshirë në këto skema. Po këto e para janë tërshme që kanë ndodhur në vitin 2025 edhe që kanë ndodhur në vitin realisht kur na dhe patëm 3 procese zgjedhore, të i përfshi këtu 2 ronde të zgjedhjeve lokale dhe të zgjedhjeve të nënshkurtit, që kështu në përgjithësi kanë ecë mbarë e mirë në raport me këtë organizimin e KQZ-s, përjashtimisht aty në gjanave të sotverike problemeve që i kemë pasur me nënshkurt. Po, tha më herët edhe për kolegut të tjerëve që qysh ka mujtë më mësu këto, tash edhe të meta ti kur i ki 3 palë zgjedhje brenda një viti, normal që shikën të nkuon është edhe për me gjithë aty të meta të sistemit, pra me evidentu se qka ku tek më nëshë me manovru. Qka e me të sistemin këtë rast, që kena mësuar e ne? Jo, në raport me sistemin, po themone në raport me futjen e dhanav, pra na e kemi një futje dhanav që po bëhet aktualisht, është në qendër komunale të numërimit, edhe ata parimisht
kam besu që KQZ-ja e mbyll syt, antarët e KQZ-s janë partive politike, nuk e intereson kjo pjesë e kandidatëve, edhe veç vazhdon edhe eca e kuti. Ama ka që disa vjet një dekad tonë që ka pak ndërtohet për shtypja që hajtë se brenda partive nuk syret. Kanë mujt me pas që ashtu, po hajtë se nuk ka. Në KQZ, hajtë se ka vite që hajtë se nuk ka në KQZ. Pra, këtë çështje jem mënu me nalë të në kohën, qoftë në raport me votimin me asistencë, qoftë në raport me votimin njerëz Kosovës, qoftë me numërimin e votave të kandidatëve të subjekte politike, pra me evidentu dhe me këshyrë secilin rast të veç e veç. Për më tepër, kjo u inicu pe këshidit operacionit zgjedhore, pe sekretariatit, pra bashkë si KQZ si trup, kemi marrë një mostër pe 2%. Sa vjet jenë KQZ? Unë që 6 vite në KQZ, po më bëhen tash në shkurt. 6 viteve tuja, sa herë keni ndërmarrë si masa? Neve na ka ndryshu sistemi aktualisht zgjedhor, pra ligji i zgjedhjeve, që ma herët i kemi pas 2 futje të dhana, që ka ndodhur në qendrën e numërimit të rezultateve të formularëve të kandidatëve, këtë rast votave të kandidatëve, edhe ato që kanë qenë në vendvotime. Masi je mas gjati, këtu në tavolinë je mas gjati KQZ. Pse se kena digitalizu që procesin e numërimit votave të deputetëve me një skener që i kish numru vetë skenera? Përbes me shefin madh ishte digitalizu këtë Shefi po pare në kazon pse? Po tashte në raport me qysh është gjetë institucioni, në çfarë formati kena vepru na, se thuhet ka ere pesho edhe intervista dhe debate që jo nuk ka pas vjedhje tilla, nuk ka ndodhur më herët për kandidatët nuk i kanë ditë rezultatet e tyre në barë vendin, deri 20 ditë mas zgjedhjeve. Pra tek 20 ditë mas zgjedhjeve e kanë kuptuar sa vota i kanë në një fshat ku ai s'ka përfaqësim hiç, apo në një qytet ku nuk ka përfaqësim. Edhe kur e ka kuptuar, ka qenë vonë. Po, ka qenë vonë. Tash ti e kupton që ditën e parë. Ditën e parë ti e kupton se sa vota i ki si kandidat në një fshat ku fare nuk i përfaqësim. Okej, a je të thonë veç me të nalë që për shkak sistemit që sofistiku na e kemi tash ngritjen e alarmit në një. Tash normal, se tash është e hapur, është mundesh me ditë sakt se cili qytetar, se cili kandidat. Pse mundesh me ditë më shpejt tash se ke ditë përpara? Pse Për shkak e para ndryshimit ligjit, edhe e dyta për shkak të sistemeve sozerike që kena. Çfarë bën që kena ditë më shpejt? Ndryshimin e ligjit, kuptimin e numërimit të votave që bëhen në qendra komunale të numërimit, pra prej vendvotimeve ka kaluar në qendra komunale të numërimit dhe këtu në qendra komunale të numërimit e kemi digitalizuar procesin për me u transmetuar në publik, me lagje, me shkollë, me vendvotim, me klasë, me ditë sakt se cili kandidat sa vota i ka. Ma herët këto publikime janë bë me kode. Ka shkruar aty kode 1901 thy për 01. E dihet ti si kandidat e si qytetar, cila klasë, në cilën shkollë, në cilin qytet është. Pra është dashur me qenë një si procesi zgjedhor për me kuptuar sa vota i ke marrë ti në filan klasë. Prandaj për digitalizim, mendoj që janë kanë vitet më të mira të KQZ-s, periudhën prej 2020-s e tutje në raport me digitalizimin e procesit. Vëzhguesët akreditohen në mënyrë digjitale, elektronike, rezultatet preliminare janë publikuar dhe më herët, po sot publikohen edhe ato të qendrave komunale të numërimit, kandidatë e dinë sakt në secilin vendvotim sa vota i kanë, edhe qytetarët po ashtu se sa i ka secili subjekt politik. Partitë politike sot e bojnë regjistrimin, certifikimin e bojnë përmes softverit, pra s'ka nevojë me një dosje tillë me shku në KQZ për me apliku për certifikim të kandidatëve. Këto procedura thjeshta në raport edhe me ndrimin e qendrës votimit edhe me regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës janë bërë përgjatë këtyre viteve. Eugen, pse sistemi përkundër këtij sofistikimi dhe progresit reformave që ka ndodhur 5-6 vjet e fundit prap po manipulohet? Në radhë parë, duhet me usharu jeta 2 çështje, me qenë se më donë se pajtojmë që KQZ-ja ka avancu jashtëzakonisht shumë sa i përket transparencës. Unë në fakt besoj që vetë ndryshimi i sistemit i ka mundsu këto paragullësi. Për shkak se po përmendet qendra komunale numërimi dhe centralizimi i procesit atje. Nëse thjeshtojmë për publikun, nëse më parë një kandidat për me bo një skem të tillë të manipulimit, edhe e marrim shembull Prizrenin ku janë 235 vendvotime, është dashur që në secilën prej tyne me i korruptu gjithë komisionerë që i bjen afërsisht 10.000 veta. Në krejt tash mjafton mi gjetë këta 100 që kanë qenë madje as 100, mjafton edhe më pak se aq në rastin e kandidatëve, me qenë se në rastin e Prizrenit ta 100 që punojnë në qendrën komunale. Pra nuk i nevojë krejt komisionerët në përkatune, mjafton me i gjetë e partiti din kush janë këta persona, sepse edhe në bazë të këtyre donave fillestare del që janë të afërm të këtyre kandidatëve. Janë djem. E kush i punson alo? Kush i punson këta persona? Problemi këtu është që këta persona punsohen prej Komisionit Komunal Zgjedhor, që si tillë zgjidhet prej KQZ-s. Dhe unë besoj që çështja
kryesore është qendra komunale e numërimit, e cila në radhë parë kur zgjedhjen bën më 28 dhjetor. E kur numërimi ndodh me 31 dhjetore me ne e 2 janar, normalisht që gjasat për vëzhgim janë minimale. Madje shumica e komunave nuk e kanë pas asnjë vëzhgues në këto ditë, bilas vetë partive politike. Po du me të bo pak avokati Dreqit të thonë që nëse kalumën i ki pas 10.000 komisioner që kanë mujtë është shpërnda puna e manipulimit, tash e ki ma let me i ekspozu. Ti po thu që e ki ma let me manipulu, unë po thom ka dalë, nështë ta ma let me i ekspozu, se ma pak me një ven mund është me gjithë sak tavolinën. Prokuroria, po thom, mund është me gjithë sak tavolinën. Po edhe atëherë kanë mujtë me gjithë në vendvotime, për shkak se KXZ ka listat kush është komisioner në secilin vendvotim. Problemi është që potenciali i manipulimit bëhet më i madh. Edhe ideja është që nëse në rastin tonë kemi të shkarkum KKZ-n, me qenë se u përmend më herët, pse nuk është shkarku edhe zyrtari kryesor. Pra nuk ka sens me shkarku antarët politik, kur në fakt ai është mbikëqyrësi i këtyre, edhe ideja është nëse shihet në përmas problemi, është një sofistikum, pra unë besoj që KQZ-ja e ka zonë këtë problem për rasisë edhe për informatave që i kam pas. Për shkak se po përmendën kamerat, nëse mundë me ditë pse u hapën kamerat, pse u hapën kamerat. Asnjë indicie, Ja, ka pas indicie. Asnjë indicie nuk ka pas asnjë raportim në KQZ, as subjekte politike, s'po po flas për PTK. Nuk ka pas në raport me ngjarjet që kanë ndodhur. Kjo ka qenë informacion. A janë qelë në shkurt kamerat? Po a janë qelë në shkurt kamerat? Në raport me procesin e vëzhgimit, a kanë pas vëzhgues në qendra komunale të numërimit? Dhe ju dini që s'ka pas aty? Sigurisht, numri i vëzhguesve ka qenë shumë i vogël. Në plot komuna s'ka pas hiç. Komuna nuk ka pas hiç në ato ditë kur është bën numërimi në qendrat komunale të numërimit. Çka kem bë, kem kërku 2% me vetë iniciativë të KQZ-s. Jo, 2% është rinumërimi, ideja është kamerat, pse janë hap, ku ka 200. Edhe kamerat që janë hap rastësore. Po dhe po ku? Mendoj që tash nuk e kam sakt, mos mendoj që janë hap në gjitha komunat ku i kemi çuar 2% është janë hap kamerat. Po veç ideja është, ai bën kjo që nëse në Prizren nuk kishin manipulu 234 për 235, edhe në Mostër kishra që nuk është, jo se kishin kthyer Prizrenin. Jo presë na 2% ne bënëm në gjitha komunat. Po dhe po 2 vendvotime janë kohë veç në Prizren. 2%. Po veç 2 vendvotime. Mirë, e çka nëse kishin rrahur? A e bënëm na prap? A kem 100% pastaj për me shkollë? Jo, ideja është e patët Prizrenin. Jo patët Prizrenin për ata numrin plot. Sigurisht, po pse tash janë Prizreni po jo, ideja është absolutisht jo, po Prizreni ka 85% të keqpërdorimeve prej krejt totali që ka ndodhur në krejt Kosovë. Që i bjen nëse e hek, nuk është që për masat e manipulimit, për jashtë edhe Malishevën tash me këtë rinumërimin e fundit, janë të gabimeve ose të keqpërdorimeve industriale. Pra pa Prizrenin nuk ish mujt me u vret kjo. Edhe unë besoj që ju si parti politike se ndëgjëm janë relativizu tash për shkak që po shihet ajo në Prizren numri i madh i manipulimit. Po janë relativizuar edhe komuna tjera. Tash ty duket pak, bëva ki 100 vota, 200 vota, nuk ka pak. Jo, absolutisht. 100 vota, jo, absolutisht, na mendojmë që edhe 2 vota edhe toleranca. Se bëva ki fshat i ka vetëm 100 banor. Bëva ki ka 200 banor, edhe ti tu i manipulu 100 vota, edhe tash toleranca me plus minus 6000 u bën atje, këtu 200 në rregull është. Çfarë KQZ ka bëu tolerancën plus minus 2. Ju keni o e kem hedh shket me rregulla zgjedhore, din. A ka tolerancë tash plus minus 2 për rastet që shkojmë prokuror? Shikoj, nuk ka asnjë tolerancë. Nuk ka plus minus 2. Asnjë akt administrativ të KQZ-s. E para nuk i tolerancë me një vendim, po ju di që në mbledhjen e parafundit. Shiko, këto janë tash ti me drejtë ki kur e thu çështje që mundohet me marr gjysmë informacione prej do kolegëve të tonë të mbrëmshëm aty qoftë edhe staf. Çka është? Edhe prej me spaku me vite, një vete më shumë ka që ti kurs ke komuniku zyrtar. Prej juve si KQZ. Që let jetë për publikun kjo let. Prej juve si KQZ. Edhe ke dal, ke fol, pe zamë edhe të pavërteta nga njëherë që s'është mirë. Në këtë rast, po e merr, domethënë, një veprim që është marrë, edhe është fut në ligj, edhe është shndruar në praktik, ÇKN-ja po e trajton veç prej këndvështrimit qysh ma let dikush e pas ka pas me vjedh, por nuk po e konsideron qysh ma let se cili qytetar vëzhgues ka mujt me e pa procesin e numërimit në mënyrë transparente. Masanej, po fillon edhe po paragjykon jo se kjo ka mujt me u bodhe në vendvotim në kokë konferencie. Fillim viti, përfundim viti dhe mund kesi jo. Është rezultati, pse s'pethu që jo rezultati shumë i thellë dhe shumë i qartë për secilin, sa që është
është faktor, gjithashtu. Që ka pas kështë përderimi, a? Jo, nuk... Qa ka lidhe rezultati? Qa ka lidhe rezultati? E kini tendencë çdo herë me keq përdor edhe me keq informu. Albania keni ditë që s'ka me pas vëzhgus ndërkombëtar. A e din ti, so herë ke fol për procesin e vjedhjeve që unë e përmena në shkurt. So herë ke fol për votën me asistencë. Asnjëherë, jo, nuk keni fol. S'na ke përcjell, vërejt që s'na ke përcjell. Jo, për përcjelli sepse dalin politika do. O që është mirë, Shyri, bilena në problemet e thelbi. Jo me dhon kështu, si me dhon atë lajmin e masë, ti e kon gjumë, me krejt antarë tjerë shoqërisë civile, kur na kemi jetu këto. Dhe, jeta, 809 vëzhgus, i kemi akreditu. 809, 322 nëse s'ka bëj, kanë qenë prej KDI-s. Keni mujt me shku, se ju tashmën me thonë, po i kanë partit, jo, në aspektin e përgjithësisë, si ti si vëzhgus, si vëzhgus i subjektit politik, i ka një farmirë obligimin qytetar, themi, të njëjtë me shku edhe me vëzhgu një proces. Jo, se s'është si shku me vëzhgu. Kusht kanal me vëzhgu? E para na kemi posë... E teris kanal, bo në pak edhe vetë kritik, që nuk i ki sensin e aktivizmit qytetar, me dalë edhe me vëzhgu, me një një institucion, që bashkarisht, me dalë edhe me parandalu një proces. Po ideja që apotentuat të me ubosh me thonë, se s'keni ardhë jo, këna këshyrë që po vjedhim, kjo nuk ka sens. Edhe një pyetje për ta bëj. Sa vëzhgus prej 322-ve keni pas ditën e zgjedhjeve në për teren? Ata ndëgjojnë përgjigjen, pra pyetje me vend. Është një element është do të me bëni digresion. Është e panershme me akuzu shoqërinë civile. Pse s'ka shku, o me i bo përgjegjës, pse s'kan shku me i monitoru zgjedhjet, në kohën kur ditën e zgjedhjeve janë akreditu monitorues dhe kanë qenë fizikisht në qendrat e votimit. Pra, ka pas një... Jo, po flasë edhe për të KDI-s, edhe për të krejt tjerve. Kanë qenë në ditën e zgjedhjeve... Krishnik, me gjitha të pyetja është pse që në fund mas numërimi s'ka pas boll. Tu harru një sen. Na kena pagu pare që këta komisionerët e partive, këta antarët e KKZ-ve, me e kry procesin që shduhet. Dhe po lypim llogari prej do aktivistëve të shoqërisë civile, të cilët nuk e marrin asnjë çan buxhet të shtetit. E çka pojenta e vëzhgimit? Pojenta e vëzhgimit është. Dasë për qytetarinë aktive, fala. Po qytetarinë aktive, se pra, na e kemi bë, po jo atje kur duhet. Po na e kemi bë qytetarinë aktive. Hajde urnot çdo ditë, hajde çdo ditë jeni. Jo si të orë çdo ditë. Po s'm ke pobre po të kemi parasysh, nuk mundna mi fajsu aktivistë të shoqërisë civile, të cilët ditën e zgjedhjeve me 28-in kanë dalë. Jo, as me kritiku. Ditën e zgjedhjeve, rregull është. Ditën e zgjedhjeve 600 aktivistë të shoqërisë civile kanë dalë pro bono, shumica kanë monitoruar zgjedhjet. Është fakt që kjo. Nuk e di. Ju si zgjedhjet jashtëzakonshme, nuk kanë mujtë të planifiku vëzhgimin, fonde që nevojitin, shumica janë pro bono dhe e kanë bënë një punë të mirë. Tash, na që ka po lypëm llogari këtu, është ata që i kena pagu me najtë aty, me rujt votët, me e këqyrë kush po vjedh, që ata se kanë kry punën e vetë. Shumë mirë që e keni konstatu, shumë mirë që kemi ardhur në qëtë rezultat. Po, që ka shumë rëndësi, është që jo gjithmonë kena me mujtë me najtë me e këqyrë procesin, me lup, se cilën zyrtar të KQZ-s atje ose të partisë politike. Megjithatë, Krishnik, unë po du ti me fol për vëzhguesit tu. Sa i ke pas, mu po më intereson, pse është e vështirë sfiduse, vëzhguesi Kallxopikomit, sa i ki pas 40 në shtatë. I ki 30 qendra të numërimit. Edhe sa njerëz i kena pas në fund ditës. Për me bëni proces të tillë ti dush mi pas 500-600 njerëz, për me mujt me mbikëqyrë në mënyrë të rrejtë. Hajde kallëzëm, sa tavolina, pse po thu 5-600? Qysh është procesin që do të mi pas 15 monitorues aty. Zakonisht. Domethënë është fjala 30 komuna. 38 komuna ka 10 zene që prafërsisht 10 tavolina, nëse janë 30, 10 tavolina, 300 vëzhgues në fund të mbylljes kur mbyllen rezultatet. Se është vështirë 300 monitoruesin aty fol me i pas në një interval 7-8 ditë sa i numëru këtë zgjedhje. 600 i bjen Krishnik si janë ndrime, aty është prej orës 8 deri në ora 4. Asot ndrimi ma i këtu ndrimi kontrovers është që ky kur janë mshelve të votimet dhe kur kanë fillu më numëru. A është 24 orë mas zgjedhjeve? Po ditën e nesër me thot ligji që i bjen zakonisht ka nisë në 8. Që ta 600, që zene që ta 800 të akreditum, po nëse 300 veta i kishin qitë në 10 tavolina, 300 vëzhgues, 10 tavolina ka 30 komuna,
ka njën se cilin. A është shumë me prit që ka ne vëzhgues prej 300-ve të akreditum me ushit në gjdo tavolinë? Po si ki? Nuk janë, nuk ka kapacitetet që Qëse një po më civile. qëse është e gabushme, nëse na menojna që këto vëzhvëzhgusi atje fizikisht më në nalë krejt. Jo. Jo krejt, pak. Se ka nolë as në normal, 2019, se ka nolë as 17. Këtu po do me dalë, Çka është me rëndësi? Çka është me rëndësi? Çka është me rëndësi? 2019 ka pas 98% janë kanë në rinumbrim. Mirë po, çka ka qenë 2019 ka qenë që unë e thash edhe më herët që ti kandidati dhe qytetari nuk e ka pas njohurin deri në 20 ditë mas ditës zgjedhjeve se sa vota i ka në një fshat ku ai fare nuk ka përfaqësim, pra që nuk ka kontakt aty. Dhe në këtë rast, pra 2019 që ka qenë e tillë, prej edhe 2021, 2025 që krejt tjetër, pro ti e kin çë ditën e parë. Po do me dalë këtu te çështja e vëzhgimit. Nuk mendoj që çështja kryesore se fundi më shmeçën një si danave që prej portalit veçfaqes KSZ-s, i shet dhanat, i shet statistikat, i shet trendet. Edhe po më interesora, menon ti që vëzhguesi duhet me qenë kogja me përvoj me zbulu qëta? A duhesh me qenë veç vrojtues i thjesht? Veç me njek aty një numër, veç me pa apo vendosen sakt. Është punë aq e thjeshtë. Kutin e parë vrej nëse ka se. Je vren aty e sheh kandidatin. Numri tjetër vendoset numri tjetër, e thjeshtë. E nëse ki një vëzhgues në dhomë, ku mundesh me ditë cilat tavolinë po ta lundojnë? Një vëzhguesën ç'a do me ki. Por për këtu po do me dalë që nuk mjafton ajo çka është edhe çysh është sistemi jonë i organizuar. Sistemi zgjedhor në tërësi është mbi besimin mbi partitë politike. Pra këtu edhe KQZ-ja përbëhet për anëtarëve të partive politike, pra deleguar nominohen për partive politike. KKZ-ja bëhet për partive politike. Këshillat e vendvotimit, komisionerët për partive politike. Po zënë që mas që të në zgjedhjeve, arjane s'pi besojnë. Partive politike. Që s'pi besojnë na e kem këtë sistemin e kem të bazuar mbi besimin e partive politike. Po çka ka ndodhur? Shumica e shteteve kanë. Shiko, çka ka ndodhur? Po çka ka ndodhur këtu? Është prej 2009-s, 10-s, prej ma herët, kur beteja ka mujtë me qenë mes partive politike, kush sa vota po vjetë për cilën parti politike, sot kjo betej ma është vendos në mbrana partive politike, pra sot vidhet mbrana një subjekti politik, a i LDK, sa PDK, sa vendosë të parti. Ama që një 10 vjetë po vidhet. Po sigurisht, po që si here, çka duhet me bumë? So here, na e kem që transparencë që ja kem qitë para ftyre publikut edhe kandidatëve për se cilin rast që po thu që ju ja keni qitë. Po KSZ-ja transparencë. As ja ka qitë ai hojni? Ai për votat më shtu i ashtu ai. Po në raport me transparencën, me informatat që sot i ka, sa ma shumë informatat që plasojnë që ashtë ma mirë është për publikun edhe për shtetar. Po, që kjo çështje duhet më ndryshu. Dhe tjetra është çështja e digitalizimit që e përmene ti, digitalizim në kuptim të votimit edhe në kuptim të skanimit të flet votimit. Do me thonë që çdo flet votim mund gje me skener. Po ti ki testet e maturës sot Gjehen që 16 me lexim, po, me skener me lexim optik. Okej. Edhe këtu lexues karaktere ose formate të tjera. Para ta keni kështu mja si gjopsin sa kushton ky sistem? Na e kem për një software dikun 225.000 euro kanë qenë të planifikuar për KQZ-s për me vo software-in, po, të skenimit. Nuk i kemi pas mjetet për këto, mirë po edhe duke ditë këtë proceset zgjedhore, ciklet zgjedhore gjatë vitit, ka qenë e pamundur me bo diçka. Jetu më thonë 225.000 si kena pas, po sa na kushton me i pagu që ta komisioner për rinumrim qëtash? Po dikun 80% e buxhetit shkon realisht për komisionerët prej 11 milion, sa i kemi aktualisht për. Po, veç të shtesë që jeni dasht me i shtu rinumrimin, sa për afërsisht ta mundesh me... Po, që ti nuk është mik edhe ligji, se ligji po t'i obligon ty që të proces ketë me komisionerët me shku. Me qendrat komunale. Jo me ik, ase se une veç po du me kalkulu, apo ja vlim bara qiron me pas pagu qëto 225, se ti pi harxhon kështu ashtu. Raport me integritet në proces zgjedhor dhe me transparencën. Jeta, veç pak me sqaru këtë situatë më shumë, e para nuk kam bet kjo për arsye financiare. S'ka meta. KQZ-ja në vazhdimsi nuk ka arrit me i shpenzu mjetët çdo herë kur i kemi pas në dispozicion. Natyrisht, performanca është dukshëm më e mirë. Nalo, qëtu, pse Alban s'po mundet KQZ-ja mi harxhu paret nëse ja je për digitalizim? Pse? Po sepse e para ne trashëgojmë një pjesë fatkeqësisht stafit, kemi diskutim kogja gjatë brendshëm, s'paku prej që jam aty, mbi performancën e themi. Trajnimi, unë jam për tash herën e dytë, jam nga 2022, nëse ka bëj shtu sakt me... Qka ka rezistencë me ingje qështu?
Jo, nuk është e rezistenca, është e performanca. Pra kemi dy lloje të stafit, një staf që është kryesisht i ri dhe është, si më thonë, me ecë përpara edhe i kryn detyrat e tyre secili prej tyre dhe realisht edhe ofrojnë edhe opsione dhe janë, si më thonë, koherent në raport me zhvillimet edhe nevojnë. Po është dhe një pjesë e stafit, e sidomos informimi dhe trajnimi që kemë probleme serioze. Dhe këtë mendoj që ka ardhur koha tashmë edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Po flasim për diçka krejt tjetër tash në situatën që jemi, po edhe kjo që një informim jo adekuat dhe proceset e trajnimit që kanë probleme serioze në mënyrën se si transmetohen dhe a transmetohen këto shkelje në rast se ndodhin dhe cilat janë pasojat, bëjnë gjithashtu që dikush nashta me marrë me lehtësi ose edhe prej mosdijes, me vepru prej lodhjes, për zonë aty ka dhe shkelje që nuk janë, si më thonë, nuk e ka një qëllim vetvete, mund me kanë krejt neglizhencë. Thjesht e harrën, supozojmë. Unë e kisha me thonë, Nalu, e harrën numrin e dikujt, atje, edhe thëtë, hajtë përse kale, pa e ditë se kush është ai. Alban, pikërisht për shkak se jo, s'është punë trajnimi, është punë veglash veç pak. Unë nuk e mora përgjigjen për teknologjinë që pe lypi. Bashkë pse ajo është i lodhën, kjo teknologji ja kish letu punën se ai si ç'dosht me kështu. Po i kish hip let votimin skener. Pra, mu po më intereson pse nuk është problem prokurimi, se po thu the diçka që s'po i harxojnë pare që po ja dedikojnë. Në shkurt ne kemi dalë prej një procesi zgjedhor që pat probleme serioze në platformën të cilën ne kishim si donacion nga OSB-ja përmes një kompanije, e cila nuk arriti me përmbush obligimet mbi kualitetin, sigurinë e asaj platforme. Dhe pas zgjedhjeve të shkurtit, ne jemi fut në ciklin zgjedhor të zgjedhjeve të rregulla për zgjedhjet lokale, duhet me kuptu edhe këtë pjesë. Dhe pas zgjedhjeve lokale jemi fut në ciklin brenda një viti në zgjedhjet parlamentare. Këtë çështja. Ama para shkurtit 4 vjet, para shkurtit i kena pas 4 vjet me i marr maçinat. 4 vjet s'ka bo KQZ-ja. Në shtator të 2023-s, le të më korrigjojnë se këtë pjesë s'ka bëj, shtator 2023-s ligji i ri ka hyrë në fuqi. Dhe pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri, ne kemi filluar me rregullor. Një vjet kam pas KQZ-ja me i marr me bles skenera që jo me blesën e erti. Ligji i çet konturat për herë të parë ligji ta ka dhënë mundësinë që ti të përdorësh teknologjinë në themi gjatë organizimit zgjedhjeve përfshi edhe transparencën. Dhe në këtë drejtim ne është dashur me hartu rregullore fillimisht, e më pas procedurë dhe pas me fillu me i bën prokurimet për kamerat që i patëm. Me marë shembullin e ministrive, ku i keni bo një burimor prokurimet edhe këtu me bo një burimor. Unë veç po të tregoj që në aspektin kohor edhe të zhvillimeve që kemi pas brenda, edhe tyre problemeve që nuk janë edhe të vogla, të një pjesët stafit, i vogël fatkeqësisht po me funksione të rëndësishme, që ty ta pamundson me ecë përpara, janë probleme reale që na kanë ndodhur gjatë rrugës, po kjo nuk do të thotë që ky mu konsideru të themi një dështim i KQZ-s. Kjo ka qenë opsion që është diskutuar dhe ne kemi qartë që ky lloj i numërimit dhe i skanimit një të kohë të flet votimeve. Se ky ka qenë si 1 milion, s'kemi mujt me mri me bë në këto zgjedhje, po në një qark prej një viti, si të kemi hapësirë, kjo do të jetë, jo po është e kryme. Nëse ai thot unë nuk menoj që mundet më bë. Nëse çaj kry. Nuk ka dakordim që kjo mundet më bë dhe duhet më bë. Aspekti kohor ka qenë faktori kyç. O, veç të ta përmirësojmë në zgjedhjet e ardhshme. Absolutisht, dy aspekte që më lejoni veç t'i shpjegoj. E para është skanimi i flet votimeve dhe vënia në dispozicion, po natyrisht, vënia në dispozicion e flet votimeve. Po ma e premtim publik. Nuk është premtim publik, është pjesë e procesit në cilin jem të punu. Dhe është, unë më i me thot prej anës tem, po edhe në mënd nitit po flas për asë sokos do tjetë këtu, si antari KQZ-s, po besoj edhe tjertë, sepse nuk ka kundërshtim. Jo, për këtë pjesë nuk ka. Skanimi dhe numërimi digital që më pas do të shikohet aspekti ligjor. Se mund të bëhet, numërimi digital mund të bëhet edhe me prezencën e komisionerëve që shikemi, vetëm se bëhet në formë digitale. Pro ti e shton teknologjinë, po për me nrru strukturën e numëruesve brenda QKN-s, Qendrës Komunale të Numërimit, që ata mos janë të subjekteve politike të themi, apo të janë stafi administratës, për këtë do të ndryshim ligjor, sepse është e përcaktuar aty që përbërja e numëruesve në QKN
është nga subjektet politike me një farë formule që realizohet. Pra, disa ndryshime nuk ka nevoj për ndryshime ligjore, po disa edhe mund të kenë. Tash varet me cilin opcion kemi me shku, po të dyjat, pra edhe kjo e skanimit dhe kjo e numërimit digital është diçka që është provu ma heret, është provu në dokumente më thjeshta për të pa që funksionon, ne vetëm se i kemi blerë skaneret, që skanerat ajo nuk jenë makina në fundit teje të ndryshme, jenë skaner normal, printer, pajisje që i kemi aktualisht në QNR, po me preferenca që të mund të bëjnë edhe numërimin digital. Veç ka tu të është platforma shtesë që bëhet, po për këtë pjesë mandetaje flasin edhe vetë themi përgjithësit që i kemi brenda departamentit të teknologjisë informative. Përjashtu se besojnë mundet edhe me u hek përbërja politike e trupave zgjedhore, sepse Kosova dhe Ballkani vetëm që Veç ligjin e Eugen na duhet mendu për për kuptoj, veç ideja është edhe ligji ndryshohet me vullnet partive. Pra ne edhe në ndryshimet e vitit 2023 kemi kërkuar që me e kry administrata publike numrimin edhe administrimin e procesit zgjedhor, që e bojnë shumica vendeve. Eugen, veç me vetë mu, administrata publike është e mushur me militanta. Çka po mandron ti mu veç me emën këshe po duket mirë, po ata janë njerëz shtim. E para janë kanë sankcionet. Veç pja hekti përgjithësi. Me vende, Se sankcione, çfarë sankcione? Cili zyrtar publik kush be hu vendin e punës Kosovë? Nëse kanë me qenë. Kush e ka hub? Ideja është nëse kanë me qenë në vende tjera përcaktohet që për çfarë do manipulimi, të konstatum, të njëjtit e hupin vendin e punës. Në rastin e Kush e hu vendin e punës? Me ligj jeta duhet me u përcaktu që nëse një komisioner që është prej administratës publike bën gabime përtej atyne që po quhen njerëzore, atëherë i njëjti suspendohet automatikisht prej vendit punës. Në këtë rast, këta komisioner që janë familjar të akterëve të partive ose janë edhe thjesht persona që kanë interesa caktume, edhe nëse zihen, sikur në këtë rast, nuk është se humbi një vend të punës cilin potencialisht. Që nëse bëjmë numërimin. Burgu nuk është ani vogël. Burgu kujnë të dyja. Sun merë vizë, jenë hetime, sun hinë punë se ki dokumentin sun e merë që në hetime. Këgja është rënë me qenë në hetime? Përvoja të regon që këta nuk janë ndjek edhe për shkak se janë të partive politike në një mos. Pra, ne kemi pas në vitin 2019 kandidate e cila dyshohet që ka pas një person brenda QNR-s që ja ka keq përdor këgja një numër të madh votave dhe ka bo 2019. 21. Për Melizën. Jo, edhe në 2019, një kom të pëleja. Ka pas kandidat cilë kanë fitu mandat. Edhe në vitin 2021 ka pas kandidate, në fund ka përfundu në një proces penal numrusi, edhe kandidat jam asë një u avancu në një pozit tjetër. Edhe ma nalë sot që ka qenë. Pra, ideja është e para, unë besoj që jenë këtu komplementare. Po qaj numrusi ti po thu me qenë zyrtar civil tash? Zyrtar civil. Po veç numrusi ko ka dënu, nuk ko që Kjo është në QNR, na mundemi mi bo, qësh është drejtori shkollës menagjerit qendrës, mundemi mi bo arsimtar, stafin, personelin akademik, me i bo të njëjtit numrus, edhe ka në një nivel të pakte në parim atë nëllë të logarithanjes. Tash, gjithë ka me pas pa regullësi. Edhe rrit edhe përfshirjen e partive politike si vëzhgues, se që atëhere, se në rastin aktual, për shembull, në qendrat komunale të numrimit, subjektet politike dhe vëzhgues, partive politike nuk janë shku me vëzhgu procesin sepse kanë konsideru e kanë vënë besimin tek komisioneri i partisë. E çka ka ndodhur është ai komisioneri i partisë, përveç është i çasoj partie politike, në fundit e ka ndoshta edhe familjar apo ka marrë dhuna pe një kandidati të caktuar, edhe shef edhe dikon tjetër. Problemi tjetër është edhe numri votave preferenciale. Unë po duhet ta asidu nëse bën arsimtari zyrtari civil, prapë është diçka asaj komune. Prapë ka një kushëri që dënë me afitu, me avancu. Prapë dim që shë funsu zyrtari civil o funsu prej naj ministri që ka qenë në 20 vjetë e fundit. Po flasim për staf lokal arsimtar profesor cilët jo gjithë janë të punësum prej një partije. E dyta është niveli i përgjithësisë dhe llogarithanjes është në parim më i lartë. E dyta është janë të faktorë tjerë që mundsojnë situata të tilla. Për shembull, na kemi kalu te votimi preferencial. A përshëti që të tënve me anal numrimi skeneri, a kish ndryshuar? Skeneri është zgjidhja ideale në fakt bashkë me votimin elektronik. Shqipëria pa të pilotu. Votimeve ana e erë teknologjisë që ka e herë ka glitch, nuk funksionon. Në Shqipëri kam pas modelin me ndryshu, në rast se nuk ka funksionu sistemi, ata kam pas staf rezervë për me ju kthy numrimit manual. Po nëse mundem veç edhe çështjen e votave preferenciale, pra në Kosovë, prej 5 votave preferenciale sa kemi pas deri në vitin 2023, tashmë është përcaktuar që mundemi deri në 10. Po ajo që është interesante është që deri tash me totalin e votave të numëruar dhe trinumëruar, mesatarja në nivel vendi është vetë 6.
Pra qytetarët mesatarisht i kanë zgjedhë 6 vota preferenciale. Në rastin e Prizrenit, për shembull, njëherë ka qenë 7 kur i kanë numëruar në qendër komunale, tash pas rinumërimit ka rënë në 6, dhe kjo është indikacion që kur ka një numër të votave të mbetuna pa plotësu, për shkak se aty komisionerët e shohin sa i kanë plotësu, për shembull 5 prej 10-ve, ka pas raste të cilat janë shtu, sepse edhe numrat e tregojnë. A ka mënyrë me detektu shtimin? Po, Qysh për shkak se e mira është që këta nuk kanë prek në flet votime, pra shumica dërmuese e manipulimeve del që kanë ndodhur në sistem. Pra ta zëm në rastin e Prizrenit, janë shtu në qendër komunale 41.000 vota kandidatëve, e janë heq 27.000. Që i bjen ja 13.000 vota tjera, janë shtu për shkak se qytetarët nuk i kanë plotësuar gjitha votat preferenciale. Eugen, përkujtona, pse u bo vota e deputetit prej 15 lista? Pse, çka ishte argumenti? Ka pas 2 linja, pra të përkrara nga partitë, e para ka qenë e mundson garën e brendshme dhe ik bloqeve prej 5 kandidatëve që i kanë shtyr deg të caktume. Edhe tjetra është argumenti në atë kohë ka qenë që ka një lloj incentive për kandidatë e ri, me qenë se kur ka qenë 5, si kandidatë i ri ka qenë shtirë me deportim. Unë në fakt shoqëria civile çfarë çosi ka pas, sepse pjesë e reformës edhe Këshilla ka dhënë edhe Qasja jonë ka qenë duhet me shku drejt parimit një kandidat një vot, mesatarisht, ose në verzionin tjetër për shkak të kuotës gjinore, maksimalisht 3 kandidat. Në mënyrë që me urujt edhe ideja e kuotës gjinore dhe mos me pas... Ju keni dashur me zvoglu, jo 10. Absolutisht, për shkak se nuk... Se? Në radhë parë, përvoja tregon që edhe me 10 kandidat, mas shumë të votohen 6 në nivel Kosove. Kur ka qenë me 5, ka qenë 4. Po përvoja ka lëzën që tash tash pedin, nuk e të fillim. Edhe në shkurt ka qenë, se në vitin 2007 na kemi pas me 10 kandidat. Kur ndru ligji, a e keni ditë... Po, për shkak se në vitin 2007 ka qenë me vot preferenciale me 10 kandidat. Ka qenë? Ka qenë në vitin 2007. Atëherë ka qenë 5.7 edhe me ullë se sot tash, po që partit nuk e kanë përkrahur rekomandimin ton, edhe ka qenë pra kjo ideja mi u ik 5 që kanë ardhur prej degëve të caktume, po që në fakt vetë ligji zgjedhor ka qenë një lloj kompromisi mes partive politike, ka pas çështje të cilat janë shtyr prej një partie, edhe si kundërbalance e saj janë përkrahur prej partive çështje tjera, përfshir këto votën preferenciale, qendrat komunale. Mirë, sot a kemi akuza që janë që ta që po hetohen, Kreshnik, apo hetohen na njoni pse i ka shtu tikat, apo po hetohen që i ka ndonë numrin nga be? Janë 120 njerëz në hetime. 120 njerëz janë ftuar në prokuroria, në polici me shku mu parashit për me dhënë deklarata për rolin e tij. Një komunë, po ti gjysa Prizrenit po ka... Ka pas shumë qef mos me i tejkalu qito zgjedhje, pa i konstatu krejt vrimat e cilat potencialisht kena mujt me i pas dhe cilat në zgjedhjet e ardhshme duhet me i trajtu. Pra na jena tu marr vetëm me procesin e fundit, numërimin. Po problemi për mua është shumë më i gjanë dhe për shkak të një analize pak duhet më po në një analizë pak më gjanë. E para. Edhe kallëzo menimin tonë për skenerin. A mendon që skeneri është një tool, është një mekanizëm i fundit i cili e zgjidh një problem, por nuk e zgjidh problemin e parë kulturor, të cilën e kena mbrana krejt partive politike. Partitë politike po dojnë me vjedh. Mrena partive ka struktura që po dojnë me vjedh, që këto struktura asnjëherë nuk janë disiplinu, asnjëherë nuk janë largu dhe në vazhdimsi janë promovu. Pra na vjedhjen mrena partisë kena mekanizëm që njerëzit e fuqishëm që kanë parë, që kanë influencë me hyp përpara dhe me shkelat atje. Po kjo bëhet edhe mrena partive politike. Këtë vjedhje kemi të konstatuar në vazhdimsi krejt zgjedhjet dhe në mrena partive, kryetarët e partive, kryesitë e partive asnjëherë nuk e kanë disiplinu me mekanizmat e vet asnjë antar të vet. Kallëzom çka ka ndodhur në LDK në shkurt. Ka ndodhur kur gjë. Jon marr vesh, po që kena me vazhdu këtë në rregull. Jo ka pas donjëherë që kanë lyp llogaridhënia. Gjithmonë llogaridhënia, shkon në raport me një pozicion tjetër, e merr një pozitë, e shuk edhe përfundon këtë punë. Pse po e them këto? Na kemi problem kulturor në këtë rast dhe kemi shumë vrimat e tjera të cilat na duhet mi adresu. Pra kemi diasporën. Dhe kërkush nuk i nalë diasporën me mbledh më një dhomë dhe krejt kolektivisht me votu, mi shti votat në zarf edhe mi dërgu. Dhe kjo është një problem shumë i madh edhe juridik, për shkak se nuk mundesh me shku me buhetimin në Gjermani, se s'ki kompetencë. Do të me bëni farë bashkëpunimi me autoritetet gjermane atje, dhe në asnjë formë ti s'mundesh me nxona. Çfarë çat vjedhjen diasporë edhe pse është zbuluar rrjedhja e të dhonave në me disa flet votime etj në 2019 nëse nuk gaboj ndodh. Kjo, po tash është e pamundur ti me shku me masat më shefta me filmu që. Kështu ka më thonë se ti po ma kallzon një anë tërë të kulturës tonë, kena
the kena njerë që dojnë me vjedhë. Unë po ta kallëzoj ona e ndritun është që, me gjithate, kena njerë që kallëzojnë. Qa që jena komuniteti vogël, sa s'mun është me vjedhë pa të pa dikush e pa të kallëzu dikush. Problemi është Ekziston edhe që kjo. hajnia po ndodh, na pe vujmë impakti, na po kemi deputet të cilët zgjidhen të marrë vota të abuzume, zgjidhen të i keqpërdor fondet publike për me mrimi marrë vota. Për shemë që të Prizren, nëse ka fitu kjo fita Paqarizi, që se njofë Ai s'ka fitu, pa i ka marrë fuqi politike. Dhe këto duhet me e kuptu, sepse në diskutim po ndodh një farë elementit, një farë, okej se ky s'ko ka bo deputet. Po, ky s'është bo deputet. Po ky njeri kur të folë në PDK, ky folë me 11.000 vota, nuk folë me 5.000. Ndrysh është mi shku të kryetari i partisë dhe mi thonë, unë e pej Prizrenit ti kom përu 11.000. Edhe tash do të me më dhonë diçka. Ndrysh është pa marrë parasysh ki hija jo. Plus ke dëmton. Nuk ka ky standard. Është po dëkon raport me vota ajo. Na e dim çu ndërtohet diskutimi me partive politike, çu ndërtohet forca, çu hyjet në listë të partisë, sepse edhe me hyrë në listë është privilegj. Dhe në momentin kur ti i ki vesh 5.000 vota, LDK-ja, numri listë e ka caktuar vazhdimisht për votave. Ti ki kandidat që i kanë posë nështë 3.000 vota, edhe zgjedhje pas zgjedhje është rritë edhe zgjedhje deputetë mund të varet prej ku i ka pas. Cilë parti Varet prej ku i ka pas. Ka... E dyta, shumë e rëndësishme. Na i kemi situatën mrena vendit çka ndodh. Na i kemi relativizu çka është të ndodhur me interpretimin e rezultateve zgjedhore dhe me favoret të cilat bëhen për komunitetet caktuar. Pra, kjo që Arianiti po e thot që sot na e dim me saktësi se sa vota i ka dhënë qendra e numërimit, kjo neve na tregon që na edhe me saktësi po e dim cili katon sa vota e ka dhënë cilit kandidat. Dhe kjo ju mundson tani partive ose me shantazhu ose me dhënë subvencione komunale apo subvencione qendrore për mi bind çat komunitet që më u kthyn këtë rast. Pra, thjesht kushtet që i kemi pa në zgjedhjet lokale ose komunale kanë qenë që okay, e voton asambleistin, rruga vjen. E voton drejtorin e infrastrukturës, rruga ka ardhur. Dhe na duhet me bëni një analizë shumë qartë pse shumica e drejtorëve të infrastrukturave në komuna janë njerëzit më të votuar dhe sa kanë shtruar asfalt ata në lokalitetet caktuar pak para zgjedhjeve. Pse kjo ndodh? Ndodh normalisht, sepse njerëzit kur të marrin asfalt prej tyre kanë me votu. Dhe ai ka me pas listën. Elementi tjetër jetë, jo që po ta vëllë një element. E kemi shndruar një mekanizëm tjetër. Në ditën e zgjedhjeve, partitë politike i thirrën qytetarët në telefon. A ke dalë me votu, a s'ke dalë me votu? A ki transport, a s'ki transport? Kush e organizon që transport? Kush është i thirrë sta njerëz? S'ka të keqe për këtë. Jo, nuk ka, këtë në rregull. A e kite deklaruar në raportet financiare? Në asnjë raport financiar të partive politike, na nuk e kena sa parë i kanë harxhu asnjë parti politike për transportin e votuesve. E kanë mshef, nuk e kanë deklaruar. Na nuk e dim ai kanë harxhu 1 milion, 2 milion, 3 milion. As sa parë i kanë harxhu në telefona, as kush i ka boq ato telefona. Ki parti politike e cila ty të rezulton me 1 ose 2 të punësuar parti. Kush janë ty i boq ato telefonata? Aktivist? Kush janë aktivist? Kush ka drejt me thirr antarit dhe mi thon po ta çojni kerr me çu deri te qendra e votimit. Çaj kerr i harxhon 10 euro nafta, po edhe do të më kthy me pi dhe i kafe për me boqit transport. Që kjo është problemi i cili na po vazhdojmë me na u shpërfaq. Pse? Sepse është shndruar në normë dhe nuk kemi asnjë filtër i cili e ndalon. Fole për kulturën e partisë politike që pas ka hajna, unë nuk po du me e kry misionin pa e marrë një koment tonin si gazetar për kulturën mediatike të ndikimit në numrime. Jo nështë s'ka të bëj direkt me këto zgjedhje, këto hetime në Prizren, mirë po, në zgjedhjet e fundit kemi pas tendencë të medjave përmes këto matjeve publike me ndiku në numërus në fund rezultate. Edhe kjo lidhet shumë thjesht me transparencën. Kallëzon për çat kulturë. Është shumë thjesht, konstatohet qartë që mediat publikojnë informacione të partive politike, të cilat janë të pagume, por nuk e vendosin sponsorizimin. Pra, komunikatet e partisë, dalin kena portale. Kulturë edhe mediatike të keqe të vjetës. Jo, kena kulturë. Jo veç të partive. Kena mungesë të skajshme të transparencës se sa pare partitë politike investojnë në media dhe sa pare bizneset e afërta me partitë politike. Pra pishet fajtor të partitë. Unë bëtë majs duhet me marë pare për partitë me rajt. Me marë. Me kodet të etikës nuk ish dasht me marë dhe najna tu i ekspozu ata që po marrin. Jena tu kallëzu që komunikata prej partisë, po del në media, nuk pi shkruat artikull i sponsorizum, po editorialisht e ka shkru partia, nuk e ka shkru redaksia, del titulli, kontenti, citati, krejt që ka qu partia nej. Dhe kjo është problematik. Ja, matja opinionit politik s'ka qenë artikull për partisë, ka qenë për medjave ka dalë, si original. Jo, matja e opinionit publik është bo për kompanive, jo prej mediat. Mediat e kanë financu dhe e kanë transmitu. E kur po dalin kompanit, a është presion kur po dalin nga bim me rezultatet të tyre? Sa presion të numru? Në momentin kur
që ku është problemi me sondazhet? Ato dalin masit mbyllën qendrat e votimit. Po. Edhe atër u kry, ka pi maca ujë që thojnë, ma është kry. Po, veç ai po numëron nesër pi Problemi numëron. është te proxit. Te njerëz të cilët nisin, ka ora 12:01. Gjëja mi likirat sondazh. Gjëja me kallëzu që çunë morra vesh, poshtë, që po ndodh. Dhe kjo ndikon rezultat. Për shkak se në momentin kur del një dikush atje dhe thot, unë e pash sondazhin nina fort mirë. Kjo nuk kupton që është një farë motivimi për aktivistat me dal hala më shumë. Edhe pse sondazhet brenda deputetëve s'kan arrit hala me bo dam, kështu me kriju një përshtypje se ky deputet e ai deputet me dal me sondazhe fake. Ka informacione të rrame ku del gjëja një sondazh online, një poll i cili është bo, dhe krijohet një lajm që thotë sondazhi e nxjerr këtë deputet. Mirë, veç ti po thu, nëse bëhet që ky premtimi që tha Albani që kena me shti digitalizimin me skener, kena me nxjerr çdo vot. Premtimi fillestar do të lider të partive politike në Kosovë do të me ulë dhe me thonë në partinë tem, prej sot e tutje, kushdo që nxinë tu 10 vota nuk ka me kon me mua. Këto nuk po thu që s'janë tu e thona? Jo, s'janë tu e thonë. E ka thonë. Kur? E po të një deklarat edhe të kryetarit Bedri Hamza. Jo, po du të mi qitë shumicën e njerëzve për partisë. Raport me se cilin. Prandaj këtu, unë veç të ishta me thonë një. A ka thonë që ka mi qitë për partisë? A ka thonë që e para duhet me dhonë dërheqen, raport në që se konstatuot edhe faktuot, duhet me dhonë dërheqen kanë deputeti i zgjedhun në moment që faktuot që janë shtu votat ati. Dërheqe për partisë, a dërheqe për... Dërheqe prej deputetit, unë menoj që ato tjerat janë çështje konsekvence që pasojnë. Riktheje, na kemi sot drejtora në komuna që janë unë prapë thash, këtu në raport me secilin parti politike, nuk ka këtu zime të krerëve partije politike të kryesive, merrni këta kandidat edhe shtojani vota këtyre. Po s'ka zime që po don Krishniku dënim publik. Listat e hapuna tash, po në besoj që mjaft janë dhe veç publikimi që është bo, veç media që është bo, prej media dhe për KQZ-s, po raport me këto me mjafton nëse jo ti po të marrë dhe po të mbro. Po nuk të e mbrojt be kërkush, unë asë një hajnë, cilin do që del edhe konstatut aty nuk e mbroja, dhe nuk mbrojen ato raste. Pak të mundin mu përjashtu ata që mbo deputet. Hajtë po e kuptoj këtë pjesën. Menej që në raste tila distancuot, në se cilin parti politike, në raport me se cilin kandidat, ti kemi distancu për raste tila, nuk më nëshme marrë të problemi që edhe pak PDK-ja që ka vendu standard këtu në raportet me ministra, kur janë rrit akt akuza në vitin 2019, por edhe ma vonë raportet me kryesit e partisë politike edhe me... Problemi është edhe vetë kandidat janë distancu, po masa që do të me umerë shkëm për tej distancimit. Nëse dikush ka fitu mandat, po edhe nëse se ka fitu, a do të me përjashtu. Kjo është kulturore edhe shoqërore, edhe do të me aspekt që naja ke dhonë, ke besimi këtu është... Ti tash e ki që po e përmani rastin tjetër halo matron, dhe e ki listën sërbe. I dërgon njerët me listë në qëndër, me ran. Edhe atje është shumë e letë me kuptuat ka votua jo. Se kur e din që me një klasë që më krejt gasht, edhe i ke qu 30 gasht që aty me votu, edhe dalin rezultatet që 29 kanë votu ty jo një jo, leta një gjenë që dhe së të ka votu. Transparenca tash njeve ka më na ushëndru pak në një problem se ka më na imponu një farë që veç të saraj me ato që thash edhe kandidat kanë mujt me ditë për lagje për fshatra caktume qaj ku e ka Bastian, se i nje. Po në rastet kur ti ke pas numra vota të kështu të pa llogarituna që të kanë ardhur për shkak imazhit tënd publik, profilit e krejt, në këto raste nuk e mujt me ditë se në cilin fshat në cilin lagje e ke marrë. Tash kjo është transparente. Fundit, ajo gara nuk bëhet vetëm mes kandidatëve, bëhet edhe me subjekte politike. Ti e merr vesh se dikon e ka një bazë, një parti politike, vetëvendosja LDK-ja, shkon edhe më Alban, pak është me fol për kulturën politike, s'më me fol shumë shkurt, po vetëm me thonë që në 2010-ën edhe kam qenë koordinator themi i lëvizjes vetëvendosje në raport me KQZ-n, me gjithë pengesat që KQZ-ja në atë kohë na i pat bë. So që a mundim me më regjistru se le, më mos të flasim që nuk na patën thonë fare komisioner dhe veç me vëzhgus, kemi arrit me nxerr në pa vjedhjen industriale të votave. S'keni arrit veç ju. Edhe na mediat e shoqërisë. Në rregull, edhe ju stashoni ju. Unë po flas për lëvizjen vetëvendosje dhe për guximin që e kemi pas deri edhe në sulmet të një pas njëshme që kanë qenë në për qendrat ndryshme të votimit ku ne i kanë kidnapu dhe vëzhgust, që ata i kemi pas krejt, dhe të cilët, si me thonë, këtë që kanë mujtë me bëjë, kanë kopë kutin që mos me leju me u fut flet votimet në mënyrë të Sot, a keni përjashtu njerëzit të partisë? Ajo kulturë politike që lëvizja ka pas vazhdon me qenë, dhe mendoj që jemi subjekti i vetëm,
dhe mund ta shihni edhe përmes themi qëndrimeve publike që kanë qenë kur janë përjashtu individ caktuar për shkelje të statutit themi të Kush o përjashtu? Ki raste të Prej partisë? Po, ki raste plot. Me dhjetra. Faleminderit. Na shpresojmë që krejt që ta që kanë manipulu kanë me dal edhe kanë me hi në burg në procesin e fundit të hetimeve që po bëhen, cilën na do ta mbikëqyrim, monitorojmë me shpresë që manipulusit edhe vjelsat kanë me u mush men. Kaq për sonte, deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.